Mirë mbrëma. Sot kisha dëshirë t'ju zbuloja disa gjëra. Këto janë për financë edhe për gjendje ekonomike, për ju që keni dëshirë. Unë kam zbuluar diçka edhe para 2-3 ditësh. Edhe me atë që kam gjetur për shembull, kisha që të ndaj edhe me ju, me t'ju ndihmu, ju që ngjoni këto videot. Që kshuj me ato shtetet e Brexitit, Rusia, Kina, India, këto shtetet e Brexit, këto me kanë 2 vjet me që përvojnë ta shkatarojnë dollarin. A kupton? Që këto me pënxerin e kanë lekë aty ke ajo pasuria, ke ajo treasury stock, e ka kjo emrin e Amerikës, s'ko diun që kanë këta. Ato ku kanë futur gjithë shtetet, gjithë ato lekë. Edhe me këto po i nxjerrin lekët nga aty, për shembull, pa nga pak i me. Edhe këto po bëjnë pak panik këto që punojnë ka Amerika, po këto këtu nalti me, ka Amerika, këto e dinë që këto i me Brexit po ja bajnë kështu këtyreve, a kupton? Edhe i me ajo që po ndodhi me, ashtu që kuptoj unë se kam shkruaj ca gjana këtu, ti ma e men. Se unë si marrë vesh gjithë gjërat, po kështu po shesin ato pasurit e veta këto shtetet e Brexit, si Rusia, Kina, India këto. Edhe Amerika me s'ka që të baj, do t'a lejoje që të bëhat aja, kupton? Edhe ani do i fusin komplet lekët që a kupton? Ani do prish aja, kupton? Edhe ani do shkojnë direkt ke krypto. Ke kryptomonedat. Edhe aty është ajo krypto që shumë krypto ka përdoret mirë, po ajo XRP-ja ka përshkuar shumë nalt. Se shumë lirë me, a kupton? Ashtu që kuptova unë. Që kështu është muhabeti, këto shteti ma kanë bërë kështu, subscribe, që më ndiqni ju mu, këto e ndjekin atë XRP-n. Edhe është çudi që unë mendoj se kjo do bëhesh muin që kaloi, po e mora vesh me që është mirë të kesh i pozicion të miri me ka jo XRP-ja, ke këto kryptot. Ju që merrni me krypto. Edhe ju që s'merrni për shembull, po pat njëri familje që i di këtë gjërat, në i fëmijë ose kështu, mund të ndihmoj, runi kodet vetë, mos e jepni njeriut. Edhe maja aty ke telefoni, është shumë kollaj. Mund të hapësh një kështu aplikacion që e ka emrin Phantom ajo. Phanton. Phantom me m në fund. Phantom. Edhe ki aty ke ajo Play Store, edhe e ban download, edhe merret e ka atë kodin kështu si Chels, edhe nga aty mund të blesh. Mund të futesh për shembull 10 euro, 20 euro, ose mund të japësh në lekë të njërin që të çojë ty lekë në krypto, po s'pat mundësi, ka lloj mënyrash. Po ju që s'dini, pat në i fëmijë për shembull familja dy afër që është i shkatët për këto gjërat. Ata e kuptojnë kollaj se dinë dhe anglisht, pak a shumë gjithë fëmijët. Edhe ndihmojnë me atë. Është si tip si banke, ke në xhep, e ke tatën. Kjo Phantomi aty quhet wallet ajo anglisht, si tip portofoli. E ke tatën ti atë, edhe mund blesh aty për shembull kështu kryptomoneda shumë kollaj. Edhe po pra, që kështu me kjo XRP-ja, është shumë, ka përshkuar shumë nalt, se kam për ta provu dhe që shkam gjuhu unë për para, edhe këto kam për ta bërë këto shtetet ime, që t'i fusin dhe bajnë kështu këto, për plasme me lekët ime, dhe fusin me ki kryptot. Edhe kjo XRP-ja do punoj si tip Zwifti dhe kjo, që shpo njoj unë. Unë si besoja shumë këto, po e kam zbulu vetë. Që kështu XRP dhe shkoj shumë nalt ajo. Që kështu po pa dëshirë, futni në lekët 10 euro, 20 euro, 30 euro, 50 euro. Se maja ty e 2 vjetë dhe shifni ju, dhe bani milionera, mendoj. Që kështu, natën e mirë, shifmi nesër, mirë pafshi.